Psikologët falso po i bën njerëzit të urrejnë veten. Çdo ditë interneti po i mbush njerëzit me fraza si ti je problemi, ti ke trauma, ti je toksik, ti nuk e do veten mjaftueshëm. Dhe ngadalë, njerëzit po fillojnë ta shohin veten si të prishur. Jo çdo gabim do të thotë që je njeri i keq. Jo çdo lodhje është sëmundje. Jo çdo emocion negativ është traumë. Por psikologjia fake ka nevojë që ti të ndihesh keq me veten, sepse pasigurit sjellin klikime. Shumë njerëz sot nuk po jetojnë më normalisht, po analizojnë çdo fjalë, çdo ndjenjë dhe çdo marrëdhënie sikur diçka nuk shkon me ta. Psikologjia reale nuk të mëson ta urresh veten, të mëson ta kuptosh veten, ta pranosh dhe të rritesh pa jetuar me turp. Ti nuk je perfekt, por nuk je as aq i thyer sa të kanë bindur rrjetet sociale. Mos lejo internetin të bindë që problemi je gjithmonë ti. Nëse do realitet dhe psikologji pa filtra, na ndiq në video të radhës.